Bismillahirrahmanirrahim. Falenderimet qofshin për Allahun, salavatet dhe selamet më të përzemërta qofshin mbi vulën e profetëve Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbarët ato të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit, ku e lutim të madhruarin Allah të na bëjë prej tyre. Të nderuar televizionist, ndjekës të kanalit PIS TV, jemi së bashku në vargciklin e emisioneve Fjala që udhëzon. Pothuajse se në çdo emision dhe në çdo pjesë të këtij cikli ne ndalemi në një fjalë profetike, në një pyetje që i drejtohet profetit alayhi salatu wassalam, ose në një pyetje të improvizuar nga i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam. Sot do të ndalemi në një pyetje që i drejtohet të dërguarit të Zotit për të marrë nga urtësitë e përgjigjes së tij dhe për të marrë dhe nga urtësitë e vet ngjarjes. Tregon sahabiu i nderuar Ebu Hurajra radhiyallahu anhu dhe thot: erdhi një person tek i dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam dhe i tha: o i dërguari i Zotit, ne lundrojmë në det dhe me vete bartim shumë pak ujë, ose bartim ujë të pishëm, domethënë po jo mjaftueshëm, thot, për të marrë abdes me të ose për të pastruar. Nëse marrim abdes me të, atishna, do të na kaploj etja. A na lejohet që të marrim abdes me ujin e detit? I thot profeti alayhi salatu wassalam: huwa tahuru ma'u el-hillu meitatu. Uji i detit është i pastër dhe pastrues, dhe ngordhësirat e gjallësave të detit, që janë pjesë e gjallësave të detit, edhe ato janë të ngrënshme ose janë halal që të konsumohen. Pjesa e parë e hadithit, shikoni të nderuarit e mi se si jetonin shokët e profetit alayhi salatu wassalam. E pyesin të dërguarin e Zotit alayhi salatu wassalam për çdo gjendje që ka lidhje me fenë e tyre. Pra, nuk mjaftonin, ne kemi një problematik në ditët tona të sotme, sidomos kjo si pasojë e rrjeteve sociale, se një pyetje e cila mund të jetë drejtuar nga X-i, që mund të jetë drejtuar një X hoxha të nderuar, i nderoft Zoti kudo qofshin, vjen një moment që ti merr përgjigjen që i është dhënë një personi që ndoshta hoxha e ka ditur edhe pyetsin, e ka njohur dhe pyetsin, e din dhe natyrën që pyet pyetsi dhe është përgjigjur në një formë dhe e merr këtë përgjigjen e tij si një copy-paste për gjendjen tënde. Pra, a vlen diçka e tillë? Nuk vlen, nderuarit e mi. Nuk vlen. Ndoshta mund të jetë thuajse pyetja e njëjta, mund të jetë thuajse e njëjta, ndërsa përgjigja vjen komplet e ndryshme. Edhe është shumë normale. Pra, një ndër sfidat e rrjeteve sociale sot, sidomos në aspektin pyetje-përgjigje, është edhe kjo. Pra, tregohet dhe një ndodhi qesharake, që është vërtetë në një ndër vendet islame të botës së lindjes, në një universitet ishte një profesor shumë aktiv. Pra, ka njerëz, aktiviteti është pjesë e brendshme e njeriu, mënyra se si e ndjen. Jo gjithmonë tregon për njohurinë ose për bagazhin e madh që personi mund të ketë. Pra, është njeri aktiv, është njeri që e ka me vullnet të plot dhe përpiqet në ato të veten. Personi në fjalë ishte një njeri shumë i ditur. Mirë, po nuk rrinte nga një familje e ditur, thon ndryshe. Dhe shpesh kur fliste, domethënë, nga që nuk fliste për veten e tij, thonte siç kanë thënë të parët tan, siç kanë thënë i pari jon, dhe kishte për qëllim mësuesin e tij ose mësuesit e tij. Ndërsa ai rrinte nga një familje thuajse analfabete në atë zonë. Thot një ditë bukur, pra nxënësit dhe studentët e tij kishin krijuar atë idenë se hoxha rrjedh nga një familje jashtëzakonisht e lartë, apo prindit e tij, domethënë, duhet të jenë njerëz shumë të ditur, dhe qëllon që babai i hoxhës, pra një plak i moshuar, shkon për ta vizituar të birin në arenën ose në zonën e universitetit. Kur e sheh, i biri thot: baba, mirë se ka ardhur, po eja të të çoj të të përcjell për tek shtëpia, pra nga frika, jo nga turpi. Askush mos kuptoi se nuk ka prind që të turpëron, prindi vetëm se të nderon. Çfarë do lloj grade që të arrisësh në jetë, çfarë do lloj pozite të lartë që ti të arrish në jetë, nuk ka prind që të turpëron. Ti je aty ku je,
fal bereqetit ati prindi, fal lutjes ati prindi, fal përpjekjes ati prindi, fal kënaqësisë rizas që ka i prind ndaj teje. Dhe kur nuk mund shihet prindi me shikimin se më turpëron me shoqërinë ose me pozicionin ku jam, në asnjë mënyrë. Dhe ai nuk është se e kishte në këtë aspekt, por kishte frikën se mos nxënësit do ndalen, duke qenë se edhe shumë normale që një person në ato vizet kishte edhe mjekër, dhe kërkon ta përcjellej për në shtëpinë e tij. Pra, që thot kur të mbaroj procesin mësimor, vi baba aty. Thot dhe kur po e përcjellte, e rrethuan njerëzit dhe i thon, profesor, baba? I thot po. Thot dhe morën të gjithë me radhë duke e nderuar e duke respektuar, thot nuk do ta lëm babain pa na mbajtur një ligjërat. Për çfarë ligjëratë të mbante ai, shkreti ai, nuk kishte nivel për të folur në një universitet, në një podium në universiteti. Thot dhe i thot, po babai është i lodhur, thot ky. Babai është i lodhur për mos më vënë pozit. I thot me patjetër që do ta kemi një seancë me të. Atëherë thot le të jetë një seancë pyetje përgjigjesh. Dhe i thot babait ti, kjo pra për të kuptuar, këtu desha të ndalem, për të kuptuar se në fen ton një pyetje, dy përgjigje të ndryshme, ose opsione të ndryshme, ose alternativa të ndryshme. I thot baba, kur të ulemi aty dhe ata të pyesin ty, ti për çdo gjë thuj në këtë mesele ka dy mendime. Dhe e marrun përsipër dhe përgjigjem. Thot dhe ashtu ndodhi. Pasi u bën 3 ose 4 pyetjet e para, një prej studentëve diçka luhati, diçka kuptoi që shiko se babai i hoxhës i doktorit nuk qenë nga në nivelin e doktorit as pak. Ndaj dhe i bën një pyetje, thot hoxhi i nderuar, thot a ekziston Zoti? Ai domethënë sepse kaq kish fiksuar i ngrati që thonte në këtë mesele ekzistojnë dy mendime dhe pa e konceptuar as pak pyetjen e tij, thot në këtë mesele thot ka dy mendime. Pra kjo histori qesharake, por është tregues domethënë që përveç kësaj pjesës së ekzistencës së Zotit dhe disa pyetje të tjera, në fen ton shumë gjëra dhe kjo tregon domethënë për lehtësinë e madhe që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, që këto përgjigje dhe këto pyetje ndryshojnë nga vendi në vend dhe nga shoqëria në shoqëri. Sfidën e rrjeteve sociale të nderuarit e mi është se i bën një copy paste, pra e kopjojnë këtë përgjigjen që ky hoxha ka dhënë për një rast të caktuar dhe e aplikojnë tek vetja. Kjo nuk është as pak e drejtë. Ndaj dhe sahabët e profetit alayhis salatu wassalam nuk mjaftonin dhe nuk shihnin se shiko, kush e pyeti profetin, po nuk po shkoj ta pyesun. Gjithë secili e pyeste për atë hallin dhe brengën e tij sepse dëshironte të mësonte prej tij. Pra nëpërmjet kontaktit që mund të kishe me të dërguarin e Zotit, bisedës që mund të kishe me të, ti e shndroje në një përfitim këtë qëndresën e vogël. Ndaj dhe sahabit që shkonin, shokët e tij që shkonin dhe e pyesnin vazhdimisht për pyetje fetare, merrnin nga deti i diturive me të cilat e kishte pajisë Allahu subhanahu wa taala. Pra shkon sahabiu dhe të gjithë të tjerët, pra kur dikush pyeste, të gjithë të tjerët përqendrohenin tek i dërguari i Zotit dhe dëgjonin me vëmendje se si do të jetë pyetja. Madje kishte raste kur sahabët e profetit alayhis salatu wassalam kanë përcjellë që ne mezi prisnim ndonjë të panjohur, pra një person që nuk e njihnim shumë shoqërinë tonë, që t'i bënte ndonjë pyetje profetit nga ato pyetjet për të cilat ne kishim ndrojtje t'ia drejtonim si pyetje, pra nuk ja drejtonim dot, ose e kishim autoritet, ose e kishim turp, ndoshta thon ndrysh, ose siç thot Aisha radhiyallahu anha, thot Allahu i mëshiroft. Pra është lutur gratë ensarase, medinaset, vendaliet domethënë, të cilat nuk i pengonte turpi për të mësuar në fenë e Allahut. Pra e pyesnin të dërguarin e Zotit edhe gjëra të cilat konsideroheshin pak a shumë të turpshme, sidomos kur ndodh pyetja midis dy gjinive, domethënë i dërguari i Zotit është mashkull dhe gjinia femërore pyet për gjëra të cilat kanë të bëjnë me gjininë femërore. Normalisht është diçka e turpshme se të vën përballë një përgjegjësie, por është më rëndësishme të mësosh dhe të veprosh me diturinë fenë e Allahut se sa të justifikosh me pjesën e turpit.
sahabët e kishin këtë pjesë që thot mezi prisnim që ndokush të vinte dhe të bënte ndonjë pyetje nga ato të cilat ne rezervohemi dhe nuk e pyesnim dot të dërguarin e Zotit alayhi salatu vesselam. Dhe vjen pra sahabiu dhe e pyet o i dërguari i Zotit. Pra shikoni se si sqarohet dhe çështja. Komplet e sqaruar. Jo gjysmë pyetje. Ka njerëz që shpesh herë domethënë bëjnë gjysmë pyetje. Dhe si të bësh gjysmë pyetje do marrësh çerek përgjigje. Sepse do marrësh gjysmën e përgjigjes, po do marrësh gjysmën e përgjigjes së gjysmës së pyetjes. Se normalisht aq është kuptuar, sidomos kur bëhet fjalë këto njerëzit ose një kategori njerëzish që të pyesin e dua shkurt, me po dhe me jo. Ku ka në fen tonë domethënë po, jo. Bën kjo apo s'bën? Në fen tonë duhen trajtuar gjërat. Sidomos pyetje përgjigjet. Pa aq më tepër niveli i pyetësit, domethënë duhet kuptuar niveli i pyetësit. Ndaj sfida e rrjeteve sociale sot, shpesh herë domethënë hoxha ose hoxhallarët përgjigjen në një formë duke imagjinuar një të njohurin e tyre i cili mund ta ketë drejtuar këtë pyetje në privat. Dhe në nocionin e shakas, të lidhjes raportit që ka me X-in, përgjigjet dhe për masën. Kjo nuk është e drejtë. Po kjo është sfida e rrjeteve sociale sot që gjithë dashje pa dashje domethënë ndihemi të kërcënuar deri diku në mënyrën e ambientimit, të ambientohesh me të. Pra, qëndron sot përballë një kamere ose përballë një celulari, një aparati të ndryshëm, mirë po fjala jote shkon atje ku ndoshta trupi jot nuk do të shkojë ndonjëherë, domethënë fiziku jot nuk do të prek ndonjëherë, njerëz të cilët mund të dëgjojnë, ndoshta nuk do të kesh mundësi të takohesh dhe të njihesh ndonjëherë me to. Ama duke patur parasysh se ne jetojmë lokalisht, përgjigjet tona duhet të jenë lokale dhe jo globale. Të përgjigjemi, t'i kufizojmë sa më shumë këto gjëra. Ndaj i dërguari i Zotit i kishte përgjigjet e tij publike, edhe pyetjet i kishte publike me patjetër. Ama ishte në një shoqëri të konsoliduar, që ishte mundësia domethënë e konceptimit, ishte mundësia e sqarimit, ishte mundësia deri dhe e ndrejqjes së gabimit, nëse do të kishim një përgjigje jo të saktë. Shikoni se sa i qartë është njeriu ku e pyet: "O i dërguari i Zotit, ne lundrojmë det." Me vete, pra për efekt të mallarve që bartin në anije, pra për mos me rënduar shumë atë anijen, duke qenë se shfrytëzonin si mjet transporti dhe ishin mjete primitive të asaj kohe, ne lundrojmë në det, me vete marrim sasi të vogla të ujit të pishëm. Nëse marrim abdes me të, do të privohemi nga pirja e ujit, domethënë do të na kaplojë etja. A na lejohet të marrim abdes nga uji i detit? Shikoni dhe përgjigjen madhështore të njeriu të madhështor, të përzgjedhurit të Allahut subhanahu wa taala, i cili nuk përgjigjet vetëm për rastin në fjalë, por jep një zgjidhje edhe për diçka tjetër, për cilën pyetësi nuk pyeti. Profeti alayhi salatu vesselam vërteton edhe një herë tjetër atë gjë specifik të cilën ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, një ndër veçoritë që ka ai, utitu jawami al-kalim. Më janë dhënë mua, thot, pra më ka begatuar Allahu me fjalët e shkurtra kuptim plota. Përgjigje shumë e shkurtër, por shumë kuptim plot. Uji i detit është i pastër në vetvete dhe pastrues, ndërsa në të njëjtën kohë edhe gjallësat e detit, ngordhësirat e detit, të cilat janë pjesë e jetës së detit, të cilat ngordhin aty, edhe ato konsiderohen prej hallallit. Pra pyetësi nuk e pyeti këtë gjë. Nuk e pyeti për këtë. Por a mund të ishte edhe kjo pyetje ose kjo përgjigje, a i vlende dhe a ishte në interes të këtij pyetësi? Patjetër që ishte në interes. Pra, sepse siç merr ujë pak, do të thotë që këta edhe ushqimin do ta marrin shumë të kufizuar, sepse është maragu domethënë që të garantojnë ose të lënë vend mjaftueshëm për mallat të cilat i ngarkojnë për të lundruar me to, pra për t'i shpënë, për t'i transportuar në vende të ndryshme. Pra, a nuk është e njëjta kjo pyetje?
A nuk mund të vinte një rast i dytë dhe pyeste, o i dërguar i Zotit, ne lundrojmë në det, pra e dim pjesën e parë të ujit, dhe për shkak të dërgesave që kemi, domethënë, të ngarkesave që kemi, ne marrim ushqim po jo mjaftueshëm. Duke qenë se nuk e kemi ndoshta gjithmonë atë luksin që për shembull të peshkojmë dhe diçka të jetë e gjallë. Do të na ndodh që të gjejmë diçka të ngordhur nga gjallësat e detit. Nga gjallësat e detit. A na lejohet ta konsumojmë atë? Pra, mund vinte edhe në këtë formë një pyetje, ndërsa profeti alayhis salam të shkurton rrugë. Të thotë, uji i detit është i pastër dhe pastrues, por dhe ngordhësirat, pra gjallësat të cilat ngordhin, që janë gjallësat të detit, që jetojnë aty, pra janë peshk që jetojnë aty, edhe këto gjallësa konsiderohen, domethënë, konsumi i tyre konsiderohet halal. Pra i ka dhënë një zgjedhje, dhe i tillë duhet të jetë besimtari. Besimtari të nderuarit e mi, kur bëhet fjalë për pyetje të caktuara dhe përgjigje të caktuara të cilat mund t'i kërkojë një situatë, besimtari duhet të ketë në fokusin e tij që të gjejë zgjedhje, jo të gjejë tolerime, jo të japi lehtësime nga vetja e tij as pak. Feja Allahu subhanahu wa taala është e kompletuar. Allahu xhelle xhelalu në Kur'anin e tij famlar thot: "El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Unë sot e kompletova për ju fen tuaj. E plotsova ndaj jush mirësinë time dhe zgjodha që Islami të jetë feja juaj. Pra, çfarë zgjodha që Islami të jetë feja juaj? Fakti që ka zgjedhur Allahu subhanahu wa taala që Islami të jetë feja jon, do të thotë se është i kompletuar. Do të thotë që në Islam ti gjen përgjigje dhe zgjidhje për gjithçka. Ama njeriu i cili merret me këtë pjesën e përgjigjes, e trajtimit të përgjigjes, duhet të ketë në fokusin e tij zgjidhjen, gjetjen e zgjidhjes, dhe jo të ketë në fokusin e tij thjesht të përgjigjesh. Nuk je i obliguar të përgjigjesh në gjithçka pyetesh. Nuk je i obliguar. Ama je i obliguar që kur të përgjigjesh ta kesh me seriozitet, pra të japësh seriozitetin e duhur, ti kushtosh vëmendjen e duhur, interesin e duhur. Ajo që për ty nuk është marak, nuk është breng, dije se për pyetsin, cili do qoftë ai, është merak dhe është breng. Mos e shif që çfarë është kjo pyetje, ose se si drejtohet kjo pyetje, por përkushtoju, krijoj vëmendjen e duhur, përpiqu ta perceptosh pyetjen dhe jepi hakun në përgjigjen, të japësh një trajtesë sa më duhur, larg përgjigjeve bën, s'bën, është halal, është haram, sepse është përgjegjësi shumë e madhe. Halali dhe harami është një kompetencë e Allahut, pas Allahut e të dërguarit Allahut, që mund ta thojmë me kompetencë të madhe, ndërsa ne të tjerët mbetemi të gjithë krijesa të gabueshme në çfarë do lloji drejtimi, ndaj dhe na mbetet të themi Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri, ashtu siç thonin shokët e pejgamberit, por këtë pjesën Allahu e din më së miri duhet të edukohemi në të brendshmën tonë. Në të brendshmën tonë duhet të dorëzohemi vazhdimisht, dhe kjo të bën që për një pyetje ti ta hulumtosh në mënyrë të vazhdueshme. Nis dhe hulumton atë temë dhe i jep hakun ashtu siç i takon. Ne do të bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe do të rikthehemi sërish në pjesën e dytë për të trajtuar disa rregulla dhe urtësi që na i përcjell ky hadith. Shikues të nderuar, jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit ku trajtuam pikërisht një pjesë që është ajo e kushtimit të vëmendjes ashtu siç duhet në një pyetje. Pra i dërguari i Zotit i përgjigjet sahabiut dhe i thot: uji i detit është i pastër dhe pastrues. Ne dim ndër kriteret e ujit është era, domethënë që mos ketë aromë të pakëndshme, është ngjyra, që të jetë ngjyra e ujit, dhe është dhe shija. Këto janë tre kriteret e ujit, që një ujë të konsiderohet i pastër. Dhe të mos jetë i ndryshuar me diçka, me një papastërti, kur bëhet fjalë në një sasi të vogël.
edhe me gjëra të pastërta. Do ta përmendim edhe pjesën me gjëra të pastërta. Për shembull, ke një gotë ujë në shtëpi dhe ti hedh sheqer dhe ëmbëlton. Pavarësisht se lënda e parë ishte ujë, lënda e dytë është sheqeri, çfarë u bë? I themi më ujin e këtij? I themi shërbet. A bën të marrësh abdes me të? Ne nuk kemi thënë se abdes do të marrësh me çdo gjë të lëngshme. Ne kemi thënë që tek gjërat e lëngshme është ujë. Pra feja e Zotit na mëson që është ujë. Atëherë, a bën të marrësh abdes me këtë? Në rastin konkret nuk bën. Mbushë një jebrik me ujë, e ngrohë atë, dhe i hodhe çaj. Ai mori një ngjyrë tjetër. A është i pastër? I pastër është se ne ndaj dhe e pim. A është pastrues? Nuk është pastrues. Ndaj dhe kategoritë e ujit, domethënë në Islam, janë i pastër pastrues, i pastër pastrues, i pastër në vetvete, por që nuk vlen për pastrim, si rasti i kësaj që unë po përmend, dhe jo i pastër. Pra jo i pastër nuk vlen për asnjë shërbim. Nuk vlen për asnjë shërbim dhe një kategori e katërt që është uji i pastër në vetvete, por që është e papëlqyer, domethënë ta përdorim për pastrim. Ndërsa i dërguari i Zotit në rastin konkret, këtu ka humbur një cilësi e ujit, sepse uji i detit, siç e dim shumë mirë, është i kripur. Ama të i nderuari im është i kripur në origjinën e tij. Ndaj dhe shoku i pejgamberit për sahabiu e pyet pikërisht për këtë gjë, sepse e din që një element, një faktor shumë kryesor që është tek shija është i kripur, e din që nuk është si uji normal dhe i dërguari i Zotit i tregon nëpërmjet kësaj fjale, pra i përgjigjet duke i thënë që ai ujë i cili në origjinën e tij është i tillë, pra si uji i detit, nuk është se i kemi hedhur kripën ne. Ai në origjinë është i kripur, ai është i pastër, është dhe pastrues. Pra vlen edhe për është i pastër në vetvete, por vlen edhe për të pastruar. Pra fetarisht. Vim tek pjesa e dytë. Tek pjesa e dytë i dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam i përgjigjet pra këtij njeriu për diçka që nuk pyeti, duke i thënë, madje dhe gjallësat e detit, të cilat janë pjesë e gjallësave të detit, kur dalin mbi ujë, pra peshku i ngordhur del mbi ujë, përtej faktit të merakut, sepse njerëzit shpesh herë ngatrojnë merakun e tyre, të kesh merakësh një diçka dhe që feja Allahut subhanahu wa taala të jep një përgjigje që shiko se kjo është e lejuar. Pra ka patur shumë gjëra të lejuar që vetë i dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam i ka patur merak. Për shembull, siç është rasti i dabbit. Pra dabbit çfarë është? Është një lloj hardhuce shkretire, të cilën arabët edhe para Islamit e konsumonin, por konsumin e saj nuk e ndaloi feja Allahut subhanahu wa taala. I ftuar i dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam bashkë me disa prej shokëve të tij tek dikush, ai për respekt kish gatuar çfarë? Këtë hardhucën, pra këtë dabbin. Zakonisht hardhucë shkretire. Kur e sheh i dërguari i Zotit, domethënë siç ish bërë gati për të ngrënë, e mbajti dorën. Për krati ndodhej sahabiu i nderuar Khalid ibn al-Walid. I thot, o i dërguari i Allahut, a është feja që të pengoj? Domethënë, e kemi të ndaluar fetarisht konsumimin e dabbit ne? Apo është meraku yt? Pra shikoni se sa praktik janë sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam në konceptimin dhe në kuptimin e saktë të dërguarit Zotit edhe në veprimet e tij. I thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk e kemi pas zakon, domethënë në familjet tonë ose tek rrethi jon shoqëror, nuk e kemi patur zakon ndaj dhe nuk e ha dot. Domethënë e kam marak ose e kam çfarë do lloj gjëje, nuk e haj dot. Atëherë thotë i dërguari i Zotit, bismillah. Pra dhe fillon Khalid ibn Walid dhe e konsumon në prezencë të pejgamberit alayhis salam, ndërkohë që të dërguarit të Zotit i sjellin diçka tjetër. Pra shpesh njerëzit ngatërojnë pjesën e marakut të tyre me pjesën e lejesës ose jo fetarisht. Pra ne dim fetarisht, ja po flasim një aspekt tjetër. Gjaku i cili mbetet tek mishi ose tek damarët në brendësi të mishit, pasi e ka kulluar, domethënë.
Pra e ke therrur baktin, ka kulluar çfarë ka pas për të kulluar dhe normalisht që mbetet domethënë nëpër vena dhe nëpër damar të ndryshëm mbetet akoma sasi gjaku. Pikërisht ky gjak fetarisht konsiderohet i lejuar, ndërkohë që gjaku në vetvete, gjaku kur bjen në kontakt me ajrin, pra jo në brendësi të trupit, të fizikut, domethënë, qoftë i njeriut apo qoftë i kafshës, i baktis, kur bjen në kontakt në mënyrë automatike konsiderohet si diçka e pist. Pra nuk mundesh tani, kanë qenë disa veprime që kur merrte dhe u therte baktia, kishte prej tyre të cilët vendosnin një enë, mblidhnin këtë gjakun e baktisë dhe bënin gatimet ndryshme me to, edhe në vendin tonë, rujna Zot, ndoshta ishte varfëria, ndoshta ishte dhe padituria. Pra a lejohet, nuk lejohet. Ky është i piset në origjinë, nuk ka lidhje me marakun. Tani kur vim tek pjesa tjetër, gjaku i cili ka mbetur në këto vena, fetarisht konsiderohet domethënë i lejueshëm për t'u konsumuar sepse ka mbetur atje. Mirë, po ka njerëz të cilët akoma dhe këtë pjesë domethënë funksionojnë në sensin dhe kontekstin e merakut tyre. Ndaj, pasi e lajnë mirë atë mishin, e zinë, e vlojnë për shembull atë valën e parë ose ujin e parë mund ta derdhin. Kjo mbetet diçka personale. Pra, kjo pjesë mbetet meraku mbetet si diçka personale. Ndërsa feja e Allahut po thot, lejohet, ndërsa nuk po të obligon ty tani që shiko se ti je i detyruar ta konsumosh ngordhësirën e detit. Nuk po ta obligon ty diçka të tillë. Pra meraku është çështje tjetër. Ka ndodhur për shembull që në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam në një ekspedit i dërguar i Zotit, domethënë bashkë me disa prej shokëve të tij ose thotë ndodhi që disa prej tyre gjetën një balenë buzdetit, një balenë që edhe emrin e kanë transmetuar domethënë El Ambar. Domethënë sepse ashtu e cilësoi pejgamberi alayhis salatu wassalam. Ata të cilët kontrollonin rrugën kishin ngrënë prej mishit të kësaj balene, prej kësaj coftine normalisht, thotë dhe kishin marrë dhe me vete. Pasi e kishin bërë një veprim të tillë, e pyesin pejgamberin alayhis salatu wassalam, që i dërguar i Zotit, domethënë, kështu vepruam. U përballëm me këtë situatë, në këtë formë vepruam. I thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, a nuk na sollët dhe ne? Thot dhe kanë konsumuar prej saj për ditë me radhë, pra për disa ditë, e gjithë ekspedita ushtarake në drejtimin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. A nuk na sollët dhe ne? Pra çështja e marakut është një çështje personale. Çështja e marakut, ndërsa profeti alayhis salatu wassalam përgjigjet në aspektin legjislativ. Pra si është ligji i fesë. Ligji i fesë të jep dritën jeshile që diçka e tillë është halal. Ndërsa në marakun e njerëzit kjo është një diçka tjetër. Pejgamberi i Zotit alayhis salatu wassalam për shembull ka folur: "Idha waqa'a dhubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu thumma lyatrahu fa inna fi ahadi janahayhi da wa fi al-akhar shifa." Nëse miza bjen në enën e ndonjërit prej jush, pra qoftë domethënë në pjatën tënde, qoftë në një gotë të cilën ti po konsumon prej saj, leta zhys atë mizën, më pas leta hedh, leta flak tutje, se në njërin flatër ajo miza ka smundjen, në tjetrin ka injeksionin. Mirë, po ai i obliguar ti domethënë që ta konsumosh këtë ushqim, mendja e njeriu shkon kudo. Shiko se ku e diun se ku ka qenë kjo miza para se të vinte këtu. Është më së normale. Apo të obligon ty i dërguar i Zotit nuk po të obligon. Por po të thotë që në rastin konkret, kjo gjë është diçka e lejuar. Çështja e marakut pastaj është një çështje tjetër. Çështja e marakut është një çështje tjetër. Për shembull, ose kur thotë i dërguar i Zotit alayhis salatu wassalam, "Su'rul mu'mini tahir", ajo çfarë lën besimtari, domethënë kur konsumon diçka, është e pastër. Pra, ka pirë një gjysmë gotë ujë dhe ka lënë gjysmën tjetër. Je i obliguar ti tani që të pish dhe gjysmën tjetër që ka lënë ai? Pra ka njerëz të cilët i kanë vit kuqe këto lloj maraqesh i kanë vit kuqe. Dhe ne nuk
nuk duhet merremi me merakun e njerëzve, se nuk është smundje meraku, nuk është smundje. Është diçka që një lloj ndjesie që ndryshon nga njeriu në njeri. Ndaj ne merremi dhe themi që kjo gjë është e lejuar, por jo t'ja obligojmë, shiko se edhe ti duhet ta konsumosh, sepse po të shohim i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam përgjatë gjithë udhëzimeve të tij profetike, ka qenë i kujdesshëm që njerëzit të jenë aq shumë etik dhe t'i përmbahen normave në mënyrë që të shmangin edhe këtë pjesën, domethënë e merakut të tjerëve. Ndaj dhe kur flet për shembull për konsumimin e diçkaje, pra qoftë mish apo qoftë se në ditët tona në të sotme domethënë kemi përfunduar në sanduiçe dhe gjëra të kësaj natyre, por dikur domethënë buka, pra i dërguari i Zotit ka ftuar që ajo buka të mos kafshohet, por të kputet me dorë dhe ta çosh, domethënë me kafshata ta çosh tek goja jote. Një ndër arsyet cila është se nëse tjetri e kput me dorë, nuk ka lënë ndonjë vend domethënë për merak aty. Por nëse tjetri domethënë e ka konsumuar në gojën e tij, dhe ti i thua domethënë tjetër që po se patë merak haje. Ne nuk tham se kjo është e ndaluar fetarisht, përkundërse është e lejuar fetarisht. Përse? Sepse besimtari në vetvete domethënë është i pastër. Por a ja obligojmë ne këtij personi dhe t'i them ti më patjetër duhet ta konsumosh në mënyrë kategorike jo. Pra, çështja e merakut është diçka tjetër, ndërsa çështja e urdhrave fetare është diçka tjetër. Dhe i dërguari i Zotit në rastin konkret po i jep atij një ndër thesarët e diturisë profetike, zgjedhje dhe praktik për jetën, duke i thënë që shiko që edhe nëse përballesh me këtë situatë që peshku domethënë jo i ngordhur, por aq sa është ngjitur, ka dalur lart domethënë, që mund të ketë raste edhe mund të ketë filluar dhe me marrë erë. Po ka njerëz që ndoshta dhe kjo pjesë të ambientuar në zonën ku mund të jetojnë, pra për efekte dhe të kushteve, ndoshta nuk përbën ndonjë problem të madh për ta. A duhet të luftojmë me këta njerëz, domethënë që me patjetër të fusim atë merakun dhe të themi se e gjithë bota është një? Në ditët që ne jetojmë, a mund të pretendojmë se e gjithë bota në mënyrën e të jetuarit është një? Normalisht që jo. Nga qyteti në qytet ndryshon. Ndoshta dhe brenda një qyteti, fshati me qytetin ka domethënë ato diferencat e veta të mëdha. E jo më nga kontinenti në kontinent. Ajo që duhet sundoj është feja e Allahut. Qoftë në pastërti, qoftë në etik, qoftë dhe në rregullat shoqërore, se si ndërtojmë domethënë raportet tona shoqërore. E lutim Zotin xhelel xhelalu, Zot na pajis me dituri të hajrit të dobishme dhe na mundëso ta vëmë atë në praktik në jetën tonë, na bëj të punojmë atë që ne dimë për hatrin tonë dhe na mundëso që të përpiqemi dhe të jemi flamurtar të përhapjes së thirrjes islame. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.